Facebook, YouTube, rrjetet sociale, si duhet ata të kenë kujdes që mos bien prej sulmeve kibernetike? Po ata duhet të marrin shkaqet mas pari. Për shembull, e para që kërkohet është forcimi i fjalkalimit. Për shembull me bën një fjalkalim astronomik, që është shkruaj me bën një fjalkalim astronomik, me bën sa më të gjatë. Për shkak se hakerët përdorin disa metoda për me marrë qatë fjalkalim. Metoda parë është që i marrin fjalkalimit është brute forcing. Pra, me forcë brutale, bazohen në alfabet, për shembull në germa, edhe i përfshin të gjitha germat, duke koduar për shembull në Python ose gjuhë programuese të ndryshme, duke i koduar edhe bojnë skripta për me marrë ato fjalkalime. Dhe sa më i gjatë fjalkalimi, as më të pamundshme e ban këtë lloj sulmi. Dhe lloji i dytë është hakerat përdorin edhe phishing. Phishing krijojnë linqe, treme, që i dërgojnë njerëzve me pretekste të ndryshme, hin shikoje këtë çfarë po flet ky e kështu me radhë, për të inspiruar, për të motivuar njerëzit të japin kredicialet e tyre, dhe ata mendojnë se po bojnë diçka mirë, po ato krediciale i shkojnë hakerit, si që është username, emaili ose password e kështu me radhë. Dhe për më mbrojt për këtynve, e para është për me forcu fjalkalimin, si që thamë, dhe e dyta është me aktivizu two factor authentication. Authentication. Pra, edhe nëse hakeri arrin me ta marrë fjalkalimin, nuk mundet apet me pas qasje pa pas edhe kodin e dytë. Ose ke siguru në dy pajisja, pa jo. Edhe si dallohen phishinget, për shembull phishinget dallohen se nuk janë linqe origjinale, po kanë për shembull të meta, kanë gabime që hakerat i prodhojnë, për shembull për Facebook, nuk mund me bën linkin origjinal www.facebook.com, mirë po i bojnë dë hapsina ose dë pika ose ja shtojnë një gerë më shumë, edhe në shumë raste nuk e kanë edhe HTTPS, veç HTTP e kanë, linket që janë mashtruese më shumë. Si mund t'i dallojmë fake account për shembull, accountet falsa, si ta quajmë ashtu? Accountet fake? Po, si mund dallohen, domethënë, kanë ndonjë imazh, po flas për shembull, dallohen nga fotografitë, apo si mund detektohet ajo ashtu? Njerëzit anonim i përdorin këto, edhe çdo send që vjen diçka e panjohur, duhet ta bllokojmë, ta refuzojmë. Ta bllokojmë, ta refuzojmë edhe nuk duhet t'i besojmë për shembull. Edhe pse kanjëherë hakerët ndoshta mundin me haku një Mac-townin, e në emën të atij mikit tan të shkruajnë ty. Për me të haku dhe ty. Po. Kjo është e rëndësishme se do të më njoftë edhe linqet, phishinget, si funksionojnë. Çojnë edhe linqe që nuk duhet të hapen ata. Nuk duhet të hapen. Pa qenë i sigurt, ose është e mirë që vetë ta shkruash për shembull kur shkruash në faqet Facebookit ose në Instagram ose e shkruan vetë në Google, hen vetë. Pa kliku në link që se din ka burimin. Se din ka burimin. Eksakt, kuptoj. Mirë, ky një libër shumë interesant për kohët e sotme, për shkak se kemi miliona, mos në botë kuptohet miliarda përdorus të rrjeteve sociale. Kështu që është një libër shumë interesant për të rinjt sot, që edhe për moshat që ndoshta nuk kanë hinë shumë thellë në këtë fush, me i ditë disa gjëra bazike për më mbrojt nga sulmet e ndryshme kibernetike, edhe pse kjo është kibernetika, është një botë, është një oqean. Është një degë IT-s, një oqean shumë i madh që po që duhet shumë punë, shumë angazhim sigurisht. Mirë, po gjërat elementare besoj që i trajtojnë libri dhe minutat ecin një nga një.
Unë pata shumë kënaqësi që të kisha në studio, musafir, edhe të uroj që të bësh sa më shumë studime dhe libra dhe mos u ndalon këtë pjesë, sepse jeni duke i dhënë trive në truje shqiptarë në Kosovë, po edhe jashtë, pse jo të përkthehet edhe në gjuhën angleze këto libra, pse jo. Jeni të dhënë një kontribut shumë të mirë dhe ky kontribut pastaj jep fryte edhe tek të rinjtë dhe tek të rejat dhe brezat që do të vinë pas. Të falenderoj edhe një herë, edhe suksese sa më lartë. Nëse ke ndonjë mesazh për fund për të rinjtë, për të rejat e sodit, do të ishte kënaqësi ta Faleminderit edhe për juve. Faleminderit. Dhe gjithashtu është edhe kënaqësia imja që sot jap në studion tuaj. Dhe i promovova librat e mi. Faleminderit. Mesazhi im për të rinjtë është që të studiojnë sa më shumë. Nëse japet mundësia, se çdo kush e ka edhe mundësinë edhe të shkruajnë, për shkak se shkresa është një vepër që nuk humbet, siç dhe edhe ti se fjalët i merr era dhe libri është shumë i dobishëm që shkrohen. Po, ai jeton edhe pas. Po, edhe jeton edhe pas vdekjes. Pas vdekjes, pasi qenësimi e kështu me radhë. Është vërtet. Falenderoj edhe një herë. Faleminderit. Të shikues të nderuar, pra ishte Shkëlqim Limanaj me librat dhe punimet e tij shkencore. Shihemi në takimet tona të radhës. Mirupafshim.